Përshëndetje nga sofra shqiptare, sot motra të dashura me ju do ndoj një recetë të veçantë pasi jemi në prag të festës së vitit të ri dhe përgatitet për sheshi me gjell deti, andaj sot e sjella recetën e kulaçit për përshesh. Kulaçi mund të konsumohet dhe në dreka dhe në darka pasi bëhet shumë i shishëm. Shpresoj t'ju pëlqejë receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Zakonisht kur ta përgatisni kulaçin për përshesh, duhet që kulaçi të përgatitet një ditë më parë, që të ftohet që më lehtë të bëhet përsheshje, të bëhet shprishja. Nëse përgatitni këtë lloj të kulaçit për drekë apo darkë, atëherë duhet që ta përgatitni në ditën e njëjtë, sepse është shumë e mirë që të konsumohet e nxehtë. Dhe një herë më të madhe unë do hedhi 600 gram me miell. Ju mund të shtoni masat apo të pakoni, varet nga dëshira se sa të madh e doni kulaçin. Tek mielli shtoj një gotë 250 ml shem me miell kollomoj dhe tash masën do e përzi kështu me dorë që mielli kollomoj të përhapet nëpër miellin e grurit. Ndoheni kështu në anë të duarve, më lehtë do e keni që ta përhapni. Tash ja shtoj një lugë të mesme me soda bikarbona, një lugë gjelle me krep dhe 2 vezë. Mirëpo vezët në fillim do i rrahin dhe më pas do i shtojmë tek mielli. Rrahin kështu me një piron dhe i shtoj. Dhe për formimin e brumit të kulaçit na nevojitet dhaltë ose kos apo jogurt. Këtu kam unë jogurt dhe do shtoni aq sa do ketë nevojë për ta formuar kulaçin. Pra këtu i kam dikon rreth 800 ml, do e shohim në vazhdim se sa do na nevojitet. Përzim një herë masën kështu me lugë dhe më pas brumin duhet që ta punoj me dorë. Pra duhet që të del një brum si pogaçeve, si buknorëve. Përzim, shtojmë përsëri nga vallti dhe tash brumin do fillojmë që ta punoj me dorë. Shtojmë nga vallti, pra në këtë mënyrë kontrollohet trashësia duke ja shtuar jogurtin apo valltin ose varet se çfarë përgatitni. Pjesë, sepse më pas mund të formohet një brum i butë apo i fortë, kështu hedhim dhe përzim. E punoj në këtë mënyrë, duhet që të punohet mirë brumi, pra duhet që të shkëputet tërësisht nga dora dhe në këtë mënyrë kulaçi do del shumë i mirë. Kemi punuar dhe masën, si që shihni e kam fituar një masë me trashësi mesatare. Atëherë brumin do e kaloj në tavolinën e punës, mirëpo në fillim hedhi mirë kështu në tavolinë e punës dhe e kaloj brumin. Dhe filloj që ta punoj përsëri në miellin, do me thënë do e rrotullisi miell derisa t'ja jap një formë të lëmuar. Kemi punuar dhe brumin, si që shihni, është bërë një formë e lëmuar. Harrova që të cek se më ka ngelur kështu vetëm se 50 ml me jogurt nga masa që i pata. Unë i pata dikur rreth 800 ml. Tash më ka ngelur vetëm ajo. Pra brumin tash do e kaloj në tepsi. Tepsinë e kam lyer në vaj. Tepsia është numër 28. E hapi kështu brumin me anë të duarve në masinë e tepsinës. Mundohemi që t'ja japim trashësinë e njëjtë nga të gjitha anët kulaçit. Kemi shtrirë dhe brumin në tepsinë, atëherë sepër do hedhim pak vaj kështu.
dhe përhapim vaj me një brush mbi sipërfaqen e kulaçit. Mundohemi që ta përhapim mirë. Dhe me anë të një piruni do japim formën kulaçit. Kështu në këtë mënyrë, çfarë do lloj formash do zgjellni që t'i jepni, varet se si e pëlqeni. Dhe kulaçi është gati për pjekje. Gjatë përgatitjes e kam nxjerr furrën në 220 gradë. Kulaçin e pjekim temperaturë 220 gradë për 10 minuta dhe më pas e ulim temperaturën në 180 gradë rreth 25 minutave. Kulaçin e kam largu nga furra. Në qoftë se përgatitni për shesh me kulaçin, atëherë e mbuloni kështu me një pecetë kuzhine dhe e lini që të ftohet mirë. Gjatë ftohjes, do me thënë, e largoni nga ena, do e shihni më pas, do e demonstroj dhe do e ktheni në anën tjetër. Përsëri do e lini kështu të mbuluar gjithë natën që të përthithet lagështia që më lehtë të bëhet shprishja për shesh. Nëse konsumoni me njëherë, atëherë vetëm se e lini të ftohet disa minuta dhe është gati për konsumim. Kulaçi është ftohur pak. Nëse konsumoni për dreka dhe për darka, atëherë është mjaftueshëm i ftohur, mund ta konsumoni lirisht. Nëse keni për shesh, atëherë vetëm se e merrni dhe e ktheni kështu nga ana tjetër dhe e mbuloni, e lini për gjithë natën që të përthithet mirë, që të nesërmën ta keni më lehtë që të përgatitni për sheshin. Mirë po unë do e ndaj kështu një pjesë që t'ju demonstroj se si ka dalur. Pra duket shumë i mirë, ka një aromë shumë të mirë. Besoj si u ka pëlqyer motra të dashura mënyra se si përgatis unë kulaç për shesh, ose mund ta konsumoni për dreka apo për darkë. Nëse përgatisni, ju bëft mirë. Kurse ju që jepni pëlqimin e videove të mia, më përkrahni vazhdimisht, ju faleminderit. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.